Dia është qëllimi më i mirë për të cilën njeriu duhet të lodhet dhe të brengoset. Flijimi në rrugën e dijes është një qëndrim me vullnet i çdo njeriu. Në këtë rrugë, në të cilën hyet me vullnet, nevojitet që të braktisë një numër i madh kënaqësish të kësaj bote dhe të përballesh me siklete dhe brenga të ndryshme. Në këtë kontekst, rruga që do të çon drejt dijes, jo vetëm drejt dijes fetare, por të gjitha llojet e dijes është e vlefshme. Në të vërtetë, njeriu lartësohet nëpërmjet dijes, sejdja me melekëve ndaj Ademit sallallahu alaihi wasallam është bërë pikërisht për shkak të dijes së tij. Gjithashtu edhe respekti i tyre karshi njerëzve në përgjithësi është në saje të dijes. Qenjet e pasqyruara si reflektimi i cilësisë së dijes sillen me respekt dhe falënderim përballë dijes dhe dietarëve. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa qur rabbi zidni ilma, sadaqallahu al-azim. Fillimisht falënderimet e tek Allahu xhalla shanu wa xhalla xjalaluhu, i cili ja mësoi njeriu atë që nuk dinte. Përshëndetje dhe salavate më të sinqerta qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, i cili gjithmonë e inkurajoi njeriu që të mëson, të pajiset me dituri dhe pastaj të hecë bota dhe njerëzimi përpara nëpërmjet dijes. Se sa është e rëndësishme kërkimi i diturisë në çdo kohë dhe në çdo vend, Zoti xhaleshanuhu shumë bukur na tregon në Kur'anin e Kerim, në librin e tij famëlart për diturinë dhe dijen, se sa rëndësishme është dituria, jo rastisht edhe fjala e parë që i ka zbritur Muhamedit alayhi salatu wasalam nëpërmjet shpalljes të Xhibrilit alayhi salatu wasalam, që ja shpalli Muhamedit alayhi salatu wasalam, ishte pikërisht fjala e parë: Iqra, lexo, studio, hulumto në emër të krijuesit tënd. Pastaj gjithashtu në surët Al-Alaq pak më poshtë thot Zoti xhaleshanu në Kur'an: ai i cili ja mësoi njeriu atë që nuk dinte. Që do të thot dituria është shumë e rëndësishme dhe fillon me njeriu e parë, me Ademin alayhi salatu wasalam, sikur që edhe përmend Zoti në Kur'an kur ja mësoi Ademit Allahu xhaleshanuhu edhe atë që nuk dinte. Thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilma, Zoti im më shto diturin. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Padyshim se ata të cilët pajisen me dituri të Zotit xhaleshanuhu janë më të ngritur. Edhe shumë hadithe të profetit Muhammedit alayhi salatu wasalam flasin për rëndësinë dhe vleftën e diturisë, pasi që pa dituri nuk mund edhe të jetohet. Thot profeti alayhi salatu wasalam: el ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimeh. Dituria apo kërkimi i diturisë është fars, është obligim për çdo besimtar dhe besimtare, që do të thotë Zoti xhaleshanuhu na urdhëron për kërkim të diturisë dhe atë e kemi obligim kryesor, sepse pa dije, pa dituri nuk mund njeriu të ecë përpara. Pa dituri njeriu nuk mund të zhvillohet, pa dituri njeriu nuk mund të dinë dhe të mëson. Prandaj dituria është jashtëzakonisht e rëndësishme, qysh me njeriu e parë, me Ademin alayhi salatu wasalam, dhe vazhdon të jetë e rëndësishme derisa të ekziston kjo botë dhe do të vazhdon deri në ditën e gjykimit. Thot profeti alayhi salatu wasalam në shumë hadithe që flet për diturinë dhe ka rëndësi të madhe dituria. Dallimi ndërmjet dietarit, kërkuesit të diturisë, dhe atij ibadetçiut apo atij që e adhuron Allahun xhaleshanuhu aq shumë është sikur që është dallimi ndërmjet hanës të plot kur ndriçon në mbrëmje natën dhe yjeve të tjerë, të cilët duken po shumë të
të im të vegjël në krahasim me hanën. Që do thotë dituria është jashtëzakonisht e rëndësishme për çdo njeri, e sidomos në veçanti për besimtarët. Dietari ndryshon ambientin përreth me dijen e tij, kurse i devotshmi bën dritë me përkushtimin e tij fetar. Por epërsia e dietarit krahasuar me të devotshmin është si epërsia e hënës në raport me yjet. Dia ka një dritë që e tejkalon individin dhe ndryshon rrethin e tij. Përcillet nga Kajs ibn Kathiri, një prej tabiinëve, se një person nga Medina është nisur për të takuar Ebu Darda në Damask. Kur u takuan, Ebu Dardaja e pyeti: "Çe mirë të solli o vëlla?" Ai ja ktheu: "Një hadith që ka përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Ebu Darda i tha: "Me të vërtetë nuk ke ardhur për ndonjë gjë tjetër?" Ai u përgjigj: "Jo." Ebu Darda i tha përsëri: "Mos ke ardhur për tregti?" "Jo, kam ardhur vetëm për të mësuar atë hadith prej teje." Si rrjedhoi, Ebu Darda i tha: "E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Ati që niset në rrugën e dijes, Allahu i lehtëson në rrugën e xhenetit, engjëjt të gëzuar i shtrojnë flatrat e tyre para tij. Çdo gjë në qiell dhe në tokë, madje deri edhe peshqit në det i luten Allahu xhaleshanuhu që ta fal." Epërsia e dietarit mbi të devotshmin është si epërsia e hënës karshëhyjeve. Nuk ka dyshim se dietarët janë trashëguesit e pejgamberëve. Pejgamberët nuk kanë lënë si trashëgimi asare as argjend. Trashëgimia e tyre vetëm është dia, dhe ai që e merr atë ka marrë një hise prej tyre. Aftësia për të ditur e dallon njeriu nga krijesat e tjera dhe kështu e bën përgjegjës për veprat e tij. Allahu e ka krijuar njeriu si qenie të ditur dhe e ka pasuruar me elemente lëndore dhe kuptimore për të fituar dije. Kurani na tërheq vëmendjen shumë shpesh që ta përdorim mendjen në rrugën e nxënjes së dijes. Përveç që kemi obligim të pajisim me ditori dhe të mësojmë, është shumë e rëndësishme se dituria na afron me krijuesin ton, me Zotin xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Shumë bukur e cek Zoti xhaleshanuhu edhe në Kur'an, në librin e tij famëlar: Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Sadaqallahu al-azim. Që do të thotë vërtet më së shumti ata që i frigohen Zotit nga robërit e mi janë pikërisht dietarët. Që do thotë nëpërmjet diturisë ne fitojmë edhe jashtëzakonisht sevape të mëdha të krijuesit jon të Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu. Profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam na tregon se për çdo lexim të një shkronje apo të harfi ne pajisemi edhe me shumë sevape të mëdha të Zotit xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, dhe e ilustron një ditë shokëve të vet, ju thot Elif Lam Mim, e merr këtë citat nga Kurani i Kerimi, ku gjenden 3 shkronja, Elifi, Lami dhe Mimi, dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, çdo harf, çdo shkronjë minimumi i ka nga 10 sevape, dhe thot nuk thom Elif Lam Mim është një shkronjë, po këtu kemi 3 shkronja, thot Elifi ka 10 sevape, Lami ka 10 sevape, ndërsa Mimi ka 10 sevape të tjera. Që do thot kjo është minimumi, ndërsa maksimumin e din vetëm i madhi Zot xhelle xhelalu. Që do thot dietari është ai i cili afrohet te Zoti xhaleshanuhu wa xhelle xhelalu. Prandaj Allahu xhaleshanuhu kërkon që ne të pajisim me ditori, që të jemi edhe sa më afër krijuesit ton, Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xhelalu. Jo rastisht edhe i ka ngritur lart Zoti xhaleshanuhu ata të cilët pajisen me ditori dhe kërkojnë ditori. Thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu al-azim. Vërtet Zoti xhaleshanuhu i ngre lart në pjedestal dhe në shkallë të larta ata të cilët pajisin me ditori dhe ata të cilët marrin ditori, pra tek Zoti xhaleshanuhu wa xhalla xhelalu ngrihen shumë lart dhe shpërblehen te Zoti xhaleshanuhu me shpërblime të mëdha dhe të pakufishme. Gjithashtu profeti alayhi salatu wasalam na tregon për vlerën e një dietari dhe vlerën e ditorisë, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjithçka ka në fytyrë të tokës dhe të qiellit, po edhe në fund të detit luten për kërkuesin e ditorisë.
që do thot Allahu Gjeleshanuhu i urdhëron gjithë çka ka në fytyrë të tokës dhe të qiellit, po edhe peshqit në fund të detit që të bëjnë lutje dhe dua për atë që kërkon dituri, për dietarin, për studentin, për nxënësin e kështu me radhë. Thot profeti a.s. edhe peshku apo balena në fund të detit lutet për nxënësin, për studentin, për dietarin apo për atë që kërkon dituri. Gjithashtu profeti a.s. tregon për vleftën e diturisë se vërtet të Zoti Gjeleshanuhu janë më afër ata të cilët pajisin me dituri, saqë na ka tregu pejgamberi a.s. se nuk ka xhelozi apo haset pos në dy gjëra, në dy çështje. Gjithë dim se xhelozia është një prej punëve jo të mira, mirë po pejgamberi a.s. na ka mësuar duke na porositur se nuk ka xhelozi pos në dy raste ku lejohet të ketë xhelozi apo haset. E para thot është personit i cili Zoti Gjeleshanu i ka dhënë pasuri dhe ai din ta përdor pasurinë aty ku zë vend, domethënë t'jep sadaka, t'jep zeqat, të ndihmon të varfërit. Dhe e dyta, ati që i ka dhuru Zoti Gjeleshanuhu dituri dhe këtu duhet me pas xhelozi. Pse unë mos të mësoj sikur që mëson filani, pse djali im mos të bëhet dietar sikur djali filani, që do të thotë në nxitje të diturisë, profeti a.s. na i ka lejuar që të kemi edhe xhelozi, që do të thotë ne nëpërmjet diturisë bëhemi më afër te Zoti Gjeleshanuhu, ngritemi më lart me vlerat e Allahu Gjeleshanuhu, pajisime më shumë sevapet te krijuesi jon Zoti Gjeleshanuhu dhe sfundi ne fitojmë xhenetin nëpërmjet diturisë. Këtë na tregon profeti a.s. nëpërmjet një hadithi ku thot kush me rrugën e kërkimit të dijes apo diturisë, Allahu Gjeleshanuhu ja lehtëson rrugtimin atij drejt xhenetit, që do thotë shohim se vërtet kërkimi i diturisë apo dija na çon edhe drejt xhenetit. E kjo do thotë që ne jemi afër Zotit Gjeleshanu nëpërmjet diturisë dhe dijes dhe e fitojmë kënaqësinë dhe razinë e Zotit Gjeleshanu, në fundit fitojmë edhe xhenetin apo parajsën që ka përgatitur për besimtarët Zotit Gjeleshanu wa Jalla Jalalu. Përvetësimi i dijes nuk është vetëm një përpjekje për të ngarkuar me dije, por një lidhje e ngushtë me besimin dhe përbën përbarim shpirtëror dhe intelektual. Thuhet se me shtimin e dijes shtohet edhe respekti dhe dashuria ndaj Allahut dhe si pasojë është theksuar ndikimi i dijes në zemër, në shpirt dhe të sjelljet e besimtarit. Nuk është e mundur për një njeri të cilit Allahu i ka dhënë librin, dijen e gjerë dhe pejgamberin që du thot njerëzve: "Boni robërit e mi dhe jo të Allahut", përkundrazi ai thot: "Boni robër të ditur të Zotit, që i zbatojnë porositë e tij, sepse u keni mësuar librin të tjerëve dhe mësoni atë edhe vetë." Këtu kërkohet prej muslimanëve që të bëhen dietar dhe të urtë, rabani. Në këtë ajet është përdorur me një theks të posaçëm termi rabani, me qëllimin që muslimanëve t'u tërhiqet vëmendja që dija duhet të ndikojë te veprat e tyre për t'u orientuar kak Zotit, si dhe të bëhen personalitete shembullore në këtë rrugë. Të ish rabani, do më thonë t'i kesh të mbledhura në një vend dijen, largpamësinë dhe aftësinë për t'u udhëhequr njerëzit. Nuk ka dyshim se jo të gjithë njerëzit e duan një lloj dijen. Ka shumë njerëz të hetur për dijen që e marrin atë, e vlerësojnë dhe ua transmetojnë edhe të tjerëve. Ka disa të tjerë që e përvetësojnë dijen vetëm për veten dhe mbajnë të fshehur. Janë edhe disa të tjerë që nuk kanë as pak interes për fen dhe nuk e rrokin as pak nevojën për dije. Dija dhe dietaria janë çështje që arrihen me punë. Ati që është nisur në rrugën e dijes dhe është përgatitur për të ballafaquar me sikletet e kësaj rruge, Zoti ja ka lehtësuar rrugën për në xhenet, por njëkohësisht ja largon edhe pengesa që i dalin në këtë rrugë. Allahu është burimi i dijes dhe atë ja mundson vetëm një nxënës të vërtet. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot: "Dija përvetësohet me mësim", ndërsa Ibn Abasi në lidhje me këtë subjekt ka thënë: "Njeriu nuk lind i ditur". Gjithsesi dija është ndjekje e dhuntisë.
aq sa nevojitet përpjekja e atij që nxë dijen, po aq nevojitet edhe përpjekja e atij që ua përçon atë të tjerëve. Ajeti i parë i zbulesës së fundit është lexo, dhe besimtarët janë ftuar që të mendojnë për vetveten, për krijimin e qiejve dhe të tokës dhe fenomenet natyrore e kështu me radhë, e thënë shkurt për çdo përmas të ekzistencës. Thelbi i porosisë së pejgamberëve është dija. Përfaqësuesi i fundit i traditës pejgamberike, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si themel të mësimeve të tij ka pasur dijen. Për veten ai ka thënë se është dërguar si mësues, mualim. Ai sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar prej muslimanëve që të jetojnë një jetë të bazuar në dije dhe ka thënë: "Bëhu dietar, nxënës i dijes, dëgjues ose dashurues i dijes, mos u bëj pesi se shkatrohesh." Prandaj njeriu mund të bëhet pjesëmarrës të një prej veprimeve me epicentër dijen, vetëm nëse bën pjesë të një prej grupeve të mësipërme. Edhe vetë profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam, që gjithmonë i ka porositur shokët e tij, po edhe tërë njerëzimin që të kërkojnë dituri, ai vetë ka pas shumë respekt të lartë ndaj kërkuesve të diturisë dhe ndaj dietarëve. Jo rastësisht edhe shokët më të afër që i ka pas afër veti kanë qenë ata dietarë dhe më së shumti që kanë transmetuar edhe hadise nga vetë profeti alayhi salatu wasalam, kanë qenë disa prej shokëve të tij më të afër dhe i kanë mbajt shumë afër veti dietarët. Se sa rëndësi të madhe profeti alayhi salatu wasalam ka pas për dijen dhe diturinë, tregohet rasti i luftës së Bedrit. E dini kur besimtarët e fituan luftën e Bedrit ndaj kundërshtarëve dhe mushrikëve të Mekës, pastaj disa prej tyre u zunë rob, pra nga mushrikët e Mekës u zunë rob tek muslimanët. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam vendosi se si të vepron me robët e Bedrit. Disa prej shokëve të tij dhanë mendime të ndryshme: "Ja Rasulallah, ti burgosim, ti vrasim, të hakmerim ndaj tyre." Profeti alayhi salatu wasalam, që kishte respekt ndaj dijes, diturisë dhe dietarëve, tha: "Jo, ne tha do të veprojmë këtë formë." Tha, dhe ju tha robëve të zënë nga mushrikët: "Kush dëshiron që ta fiton lirin dhe të jetë i lirë, le t'ja mëson fëmijëve musliman, nga 10 fëmijë musliman, shkrim leximin, dhe ai do ta fiton diturinë." Që do të thotë jashtëzakonisht një plan shumë i bukur që të fitohet edhe liria, edhe pse kanë qenë robë të luftës. Megjithatë, nga rëndësia e madhe që i ka pas profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam për dijen, për diturinë, ai vendosi që çdo fëmijë musliman, nëse i mësohet shkrim leximi, atyre do t'ja jep lirin, do t'jenë të lirë. Edhe pse shokët e tij ndoshta nuk mund ta paramendoshin një gjë të tillë, po ky ishte strategu më i madh, pra vetë profeti alayhi salatu wasalam, që veproi në këtë formë për respektin që ka pas ndaj dietarëve dhe ndaj dijes. Pastaj vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë ka fol mirë, i ka vlerësuar lart, i ka ngrit larg njerëzit të cilët kanë kërkuar dituri, janë pajisur me dituri, dhe vetë ai na ka treguar se vërtet dietarët janë më afër Zotit xhaleshanuhu o xhelle xhelalu, sikur që e cekëm edhe pak më herë se vërtet më afër Zotit janë dhe më së tepër mi frigon Zotit xhaleshanuhu pikërisht dietarët. Jo rastësisht edhe profeti ynë alayhi salatu wasalam, pra i ka dhënë njerëzimit një mësim jashtëzakonisht të bukur, që sot edhe bota, qoftë edhe jo islame apo jo islame, kanë respekt të madh për këtë njerëz, sepse ka bërë vërtet reforma të mëdhaja. Me çka arriti këtë? Nëpërmjet dijes, nëpërmjet dietarëve dhe nëpërmjet inkurajimit që njerëzit të mësojnë, të lexojnë, të studiojnë, të hulumtojnë, se vërtet dija e çon përpara njerëzimin, dija e çon përpara shtetin, dija e çon përpara pra tërë botën. Prandaj ka dhënë rëndësi të madhe profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam diturisë dhe ka pas respekt të madh për dietarit. E lutum Zotin xhaleshanu o xhelle xhelaluhu që të na bëj prej atyre që të pajisemi me dituri, fëmijët tanë të pajisen me dituri,
dhe të jemi së më afër Zotit Gjelleshanu o Gjelle Gjelaluhu nëpërmjet të kërkimit të diturisë. Prandaj mesazhi im do të ishte që sa më tepër të lexojmë, të mësojmë, të shkollohemi, të bëhemi dietar, sepse dietarët janë më afër Zotit Gjelleshanu, më afër profetit Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe e çojmë botën përpara. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xhamia e tij në Medinë ishte me vlerë qendrore. Xhamia krahas ibadeteve ishte një vend ku muslimanët i shtronin pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shkëmbenin njohuri me njëri tjetrin. Madje në disa përcjellje në përmbledhjet e hadithit flitet për tubime të veçanta në lidhje me këtë çështje. Një ditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam takoi dy grupe njerëzish në xhami dhe u tha: "Të dyja grupet janë të mira, por njëri është më i mirë se tjetri. Një pjesë i lutet Allahut Gjeleshanu dhe kërkon diçka prej tij. Nëse Allahu dua jep, e nëse nuk do, nuk ua jep." Ndërsa grupi tjetër përpiqet të kuptojë fen dhe të mësojë dije, si dhe t'ua mësojë dijen të tjerëve. Këta janë më të mirë. Pas pak shtoi: "Nuk ka dyshim se u jam dërguar si mësues." Më pas ul pranë atyre që mësonin dije. Pastaj në afërsi me xhamin që ndërtuar një vend i veçantë vetëm për nxënësit e dijes dhe e quajtën si sufe. Sufeja ishte një vend ku banonin ata që mësonin dije, por shpesh ishte edhe një vend që vizitohej nga të tjerë nga jashtë. Ata që vinin nga jashtë për të pranuar Islamin, për një kohë të caktuar kanë qëndruar në sufe dhe kanë ndjekur ligjëratat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ata edukoheshin nga vetë ai. Pastaj ktheheshin në vendet e tyre për ta përcjellë atë dije dhe edukat që kishin marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shpjegimin e lëmoshës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka theksuar se edhe dija është lëmosh, sadaka. Ai ka thënë: "Lëmosha më me vlerë është kur muslimani mëson vetë e më pas mëson edhe vëllain e tij musliman." Nëpërmjet këtij hadithi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë me dije muslimanët se zgjerimi i diturisë mes tyre është shenjë e sinqeritetit. E njëjta përgjegjësi është edhe në përcjelljen e dijes te brezat e arshëm. Përcjellet nga Ebu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur njeriu vdes, i ndërpriten të gjitha punët, përveç 3 prej tyre: lëmosha rrjedhëse, dija që shfrytëzohet dhe fëmia i mirë që lutet për të." Muslimanët të frymëzuar nga këshillat dhe shëmbulltyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sjellur me kujdes në lëvrimin dhe përcjelljen e dijes qysh në periudhat e para, që në veprat më të vjetra të autorëve musliman ka kapitur që flasin për vlerën e dijes, për thelbin, etikën dhe mënyrën e sjelljes, si dhe për funksionimin e saj. E gjithë kjo është një argument se qytetërimi islam është i ndërtuar mbi themelet e dijes. Braktisjen e dijes dhe vendosjen e ignorancës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar si shenjë të kiametit. Dija me të cilën frymojnë individët dhe shoqëritë lëvrohet nga ana e dietarëve. Ajo zhvillohet dhe ndikon në jetën e njerëzve. Gjithashtu, po nëpërmjet tyre, kur s'ka dietar, fjalën e marrin ignorantët. Kjo është një gjendje shumë e rëndësishme për njerëzit. Një nga sahabët që ka përcjell më tepër hadithe dhe që zontronte Kur'anin dhe libra të vjetër, Abdullah ibn Amri, ka përcjell një hadith ku thuhet: "Nuk ka dyshim se Allahu nuk e merr dijen drejt për drejt nga njerëzit, por me vdekjen e dietarëve dhe në fund nuk lë asnjë dietar." Kështu njerëzit marrin udhëheqës ignorantët, të cilëve ushtrohen pyetje dhe ata përgjigjen me ignorancë, si rrjedhoj, ata devijojnë veten dhe të tjerët sa e drejtë është fjala. Vdekja e dietarit alim është vdekje për botën alem. Prandaj me vdekjen e dietarit humbet edhe dija. Në fakt nuk humbet vetëm dija, por edhe modeli i personalitetit të përkryer, qëndrimi krenar, ekuilibri, bullësia dhe urtia. Lloji i dietarit për të cilën është fjala këtu nuk është shkencëtar, por njeri i urtë. Gjithashtu edhe dija që humbet me vdekjen e dietarit nuk është vetëm njohuri, por një dije cilësore e thellë nga përvoja që kanë ndikim në zemra, të intelekti dhe të jeta e njerëzve. Me ndryshimin e kushteve dhe inkuadrimin e dijes nëpër masa institucionale është normale që dija të ketë një çmim të caktuar, por përdorimi i saj si një mjet për kolonizim dhe manipulim, pengimi i dijes së vërtet përmes dijes së rreme dhe në fund, ndotja e shpirtrave dhe mendjeve të njerëzve ka pasojë shkatrimtare për shoqërinë.
Kujdesi etik muslimanit gjithsesi përmban edhe dijen, prandaj dija para se gjithash shërben për ndërtimin e brendësisë së njeriut. Në fund të fundit, ai që ka vendosur një marrëdhënie me dijen ka parasysh zemrën, shpirtin dhe ndërgjegjen e vet. Dija është një mjet që ka të bëjë sa me individin, po aq edhe me shoqërinë. Abdullah ibn Amri ka përsjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur në këtë mënyrë: O Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde nga zemra e papërkushtuar, nga lutja e papranuar, nga uni i pangopur dhe nga dija e padobishme. Kërkoj mbrojtjen tënde nga këto 4 gjëra: